Besoj që u konë sot një ditë shumë e madhe për Kosovën, për keq shqiptarë në përbot, sot u konë një fitore shumë e rëndësi, edhe besoj që këna mujtë keq shqiptarë një bukrenar. Pa përshkushme, se u konë kështu zyrtarisht golla e parë, edhe qaq golla e rëndësishme, jem shumë i lumtur që kja golla konë për keq shqiptarë në përbot. Pas një dinë të mirë, që ku më shenë nusat, që Zotit ku mujtë me qanë ndjenë edhe me realizu edhe në loj, edhe jam shumë i lumtur. Dasht apet, mas që së loj, kur të grumbullu mujnë tjetër apet, do të apet me do maksimumin, edhe me mujtë me fëtu edhe qatu loj, edhe me marrë halasa ma shumë pikë. Pas Shqipërisë, e cila korri një fitore historike në Leskovac përballë Serbisë dhe ju ofrua më shumë se kurrë fazës play-off të botrorit, i takonte Kosovës të bënte mrekullinë e radhës. Djemtë e trajnerit Franco Foda shkëlqyen edhe një herë përballë Suedisë së hyjeve si Isak dhe Gjokeres, duke i mposhtur me rezultatin 0-1 në sfidën e luajtur mbrëmjen e sotme në Göteborg. Para mbi 30.000 tifozëve vendas, Kosova doli fituese me golin e Fisnik Aslanit shënuar në minutën e 32 të sfidës. Me këtë fitore, Kosova ngjitet në vendin e dytë në grupin B kualifikues, ku prin Zvicra, e cila u ndal në një barazim pa gola mbrëmjen e sotme përballë Slovenisë. Helvetët kanë grumbulluar 10 pikë në 4 ndeshje. Kosova, e vendit të dytë, ka 7 pikë, 4 më shumë se Slovenia, e vendit të tretë. Tabelën e mbyll Suedia, e cila ka zhgënjur tifozët e saj duke marrë vetëm 1 pikë në këtë fushatë eliminatoresh.